Largimi i Iglitares nga Milani u konsiderua diçka e sigurt gjatë këtij muaji. Është thonë se pronarët do e sakrifikojnë drejtorin sportiv edhe pse objektivi Champions po arrihet. Diçka e tillë nuk është pritur mirë te skuadra e Milanit. Raportimi i fundit në Itali tregon se jo vetëm trajneri Allegri e mbështet Taren, por edhe kapiteni Mike Maignan. Portieri i Milanit, pas fitores në javën e kaluar në transfertën e Genoas, i ka kërkuar Tares që të qëndrojë edhe në edicionin e ardhshëm. Kështu duket se drejtori shqiptar gëzon mbështetjen e ekipit për punën e bërë. Ndeshja e radhës për Milanin do të luhet nesër. Kuqezinjt presin Cagliarin, ndërsa fitoria në shtëpi u siguron në rikthimin në Ligën e Kampioneve. Milani luan nesër një ndeshje shumë të rëndësishme ndaj Cagliarit, që do të dekretojë nëse kuqezinjt do të jenë pjesë e Ligës së Kampioneve apo jo. Fitoria sigurisht çon skuadrën në atë turne që do të zgjidhte shumë telashe që kanë lindur së fundmi, pasi janë vënë në diskutim të gjithë për vazhdimsinë e tyre në klub. Rreth kësaj teme është ngacmuar edhe Massimiliano Allegri në konferencën e sotme për mediat, ku ai është pyetur rreth zërave të largimit të administratorit Furlani apo dhe të Iglitares, për të cilin thuaj se vetë trajneri kishte kërkuar qëndrimin në takimin që kishte pasur me pronarin Gjeri Kardinale. Galliani, këto janë dinamikat të klubit. Unë duhet të mendoj të bëj trajnerin, gjë që nuk është thjesht. Për dinamikat e klubit janë pronarët që duhet të mendojnë për të bërë atë që është më e mira për Milanin. A kërkova që të qëndroj Tare? Mbi dinamikat e klubit nuk them asgjë. Unë bëj trajnerin. Të flasësh për Taren, Markon dhe këdo tjetër nuk vlen për asgjë një ditë para ndeshjes. Nesër në darkë është gjëja më e rëndësishme po të gjithë, tha Allegri duke shtyer diskutimet për pas sfidës ndaj Cagliarit.